Pas ditën e së premtës së javës së kaluar, 2 shtëpi ishin bërë cak i vjedhjes nga idudët në fshatin Gjonaj të Hasit. Njëri nga pronarët e shtëpisë Bylbyl Totaj ka bërë të ditur se nga shtëpia e tij dhe vëllait të tij, të cilët jetojnë dhe veprojnë në Bosnjë dhe Hercegovinë, është vjedhur një shumë e konsiderueshme parash, stoliari dhe gjësënde të ndryshme. Shumë të parëve dikon në konja 8.000 euro, edhe dukat në konë mbi vlerë mundën me thonë 8.000 euro. Të vllai kanë morë djalit vllait janë 1.110 euro, edhe disa dukat, nuk e di sakt sa vlerë, më thonë janë 1.000 euro ose mbi 1.000 euro. Kur ka ndodhur rasti, si të vllai, si të shtëpia jeme ka pas në katën e parë njerëz. Ai tha më tej se rasti është raportuar në polici. Po e që kom lajmëruar rastin, edhe mos ma tepër s'kom pas të kontakte, djali vllait ka ardhur, ka folë me ta, stimish, as nuk kanë më morë shenja, kanë thonë nuk pas ka gjurmë hiç. Kur vargjurmë s'ka as drejtohet prisht, s'ka as derë të prisht, nuk po dim, më sigurisht kanë hip molit. A më çish kanë ka përcy prej shtëpi në shtëpi tjetër. Nuk ata janë profesionistë, ata din, po pa kur vargjurmë hiç. Kjo është çudi. Ku mos më pas merr një familja. Se këtë mujtë më përbalu më hajnë, shka më bëjnë, më dur thatë nuk është atë. Ka mujtë më ndodhe ma fatkeqësi në sen. Një bëjnë problem më jetu është. A në që brenda Kosovës po mungon siguria? Po mungon shumë. Shumë mungon siguria, s'ka kërfar siguri iq. Si të mos që ne ka ona jonë, tash janë nisën të lajmëru plot, më kanë hi plot shoqe. Kam i kanë dërgua video që i kanë bërë lamë shpijët. Këto kanë hi, pas kanë lanë gjurë, mas t'i kanë bërë shpijët lamë, mas këtë që hiq. Po që ta punë kemi mujtë me kuptu, na mas 2 ditë e kemi kuptu. Nuk kanë prish hiq, kërë as dyrë, as hormonën, as teshët. Do shta kanë aparat i gjojnë ato, i gjojnë direkt, si parë, si kërë ato, të katin. Po unë i kom pas shumë, nuk i kom pas në qene, shumë letë i kom pas, se dhe me hajtë. Në jam në shpi, shka mi mshe. Më konë në shpi edhe mi mshet edhe lekt të adokatin. Ku të më shku në shqiturë, ku mi mërë lekt, më në shku mi lëp në grupë. Ankuesi Totaj shtoi se ngjarja ka lënë pasoja te familjarët, të cilët sipas tij janë traumatizuar nga rasti. Duke theksuar situatën e sigurisë, Totaj u shpreh se niveli i sigurisë në Kosovë është i ulët, pasi që raste të tilla të vjedhjeve po ndodhin gjithnjë e më shpesh. Më shkot rrezik shumë, po si të mos në stop ko hojna u vjedh, alon kërkon të kërkon zonë. Kjo diçka të mërshme. S'ka kërfar përgjësie. Po siguri pak ma tepër. Siguri shumë ma shumë, jo kash pak. Vish dalen policia në radar, kur nuk dalen me zonë i hajna në diçka. Kjo nuk është normale. Më të flakrus fëmija, shoqja, të nuk vjen veti as meksia, nuk ta bjen veti ku ta shehojnin. Në anën tjetër, zëdhënësi i policisë rajonale në Prizren Shaqir Bytyqi e konfirmoi rastin dhe tha se tashmë kanë filluar hetimet nga njësitë përkatëse. Është vërtet që me datën 5 të muajit korrik është raportuar nga një ankus nga fshati Gjonaj se në fshatin Gjonaj është ka ndodhur një vjedhje, ku pretendohet se personat pa njohur kanë hyrë në 2 shtëpi dhe nga aty ka vjedhur stoliari edhe disa si të parave. Policia posa ka marrë ankesën për qytetarit, që ka raportuar drejt në stacion. Bashkë me qytetarin kanë ndonë në vend ngjarjes, kanë bërë shqimin në vend ngjarje dhe mbledhën prova të shmimi nga vend ngjarjes, dhe janë të këpunuar të mund të hetojnë se të interpretojnë se çka ka ndodhur dhe a ka ndodhur apo jo ngjarja. Ndryshe, dukuria e rasteve të vjedhjeve të këtilla në fshatin Gjonaj është e kahershme, duke bërë që shumë familje të pësojnë dëme të shumta si pasojë e vjedhjeve nga autorë të ndryshëm.